Gjykata kushtetuese ka rrëzuar kërkesën e ish-ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj për shfuqizimin e masës së sigurisë arrest në burg, duke lënë në fuqi vendimet e mëparshme të dhëna nga të gjitha shkallët e gjyqësorit. Beqaj ndodhet në paraburgimin e Durrësit prej më shumë se një viti që nga arrestimi i tij më 4 korrik 2024 me urdhër të GKK-s pas kërkesës së SPAK. Në kërkesën drejtuar kushtetueses, ish-ministri pretendonte se vendimet e gjykatës së posaçme të shkallës së parë, asaj të apelit, si dhe të kolegjit penal të gjykatës së lartë, ishin në kundërshtim me kushtetutën dhe kërkonte kthimin e çështjes për rigjykim. Megjithatë, trupa gjykuese nuk gjeti shkeljet që të justifikonin shfuqizimin e masës së arrestit. Ilir Beqaj u emërua në vitin 2021 në krye të SASPAK, dhe sipas prokurorisë së posaçme, ai dhe disa prej bartësve të tij dyshohet se ndërtuan një skem korrupsioni dhe pastrimi parash përmes përdorimit të fakturave fiktive, duke abuzuar me fondet e ndihmës së Bashkimit Evropian.